Duke cituar Ali Aslanin dhe Wilson Bloshmin dhe me kritikat e ashpra për qeveritë Rama në 12 vite, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, në fjalën e mbajtur në Kuvendin Kombëtar, tha se programi i partisë së tij për zgjedhjet e 11 majit është aq i mirë sa edhe Rama e kopjoi. Ai premtoi mbështetje për bizneset, familjet dhe të varfrit. Pas këtyre 12 vjetëve, 4 vjetë të tjera të Edi Ramës do kenë vetëm një rezultat, kapjen totale të shtetit. Ne jemi mbledhur këtu për të prezantuar një projekt aq i mirë, sa dhe Partia Socialiste u kthye ta vlerësoj, ta vjedh dhe ta kopjoj. Edi Rama e pranoi se nuk ka projekt, apo më mirë të themi, projekti i tij është vetëm dora për të vjedhur. Ndërsa vuri në dukje shifra në miliona euro abuzime që sipas tij janë pasojë e abuzimit me pushtetin nga qeveria, Berisha premtoi dyfishim buxhetin në arsim dhe shëndetësi. Gjatë fjalës para mbështetësve, kreu i Partisë Demokratike hodhi akuza ndaj ministres së infrastrukturës Belinda Balluku dhe emrave të tjerë të Partisë Socialiste. Edi Rama mos përdor flamurin dhe hymnin kombëtar për të mbuluar vjedhjet e shpifurat Belinda Ballukut, vjedhjet e Erion Velish, e Gjiklurit, e Beqjas, Kokës, të ekipit të hajnave që i sollën Shqipërisë. Ku janë 140 milionë euro të instalatorit të Tiranës që nuk u ndërtua kurrë? Ku janë 68 milionë euro anijet fantazm e Lubi Ballukut në Shqipërinë e Edi Ramës, Tavlan Ballës, Belinda Ballukut? Nuk ka vend për njerëz të ndershëm. Pjesëmarrës në prezantimin e programit elektoral të opozitës, konsulenti amerikan i fushatës së Partisë Demokratike, Chris LaCivita, e vlerësoi atë dhe bëri krahasime me ish-president amerikan. In the last 12 years of Edi Rama, të gjithë e dim se 12 vitet e fundit në drejtimin e Edi Ramës kanë qenë një dështim i plot dhe i madh. Ndërkohë kemi doktor Berishën, një mik të vërtetë për familjet shqiptare. Ai ka një program të vërtetë për të ulur kostot e jetesës për familjet dhe një plan të mirëfillt konservator, ashtu si presidentët Ronald Reagan dhe Donald Trump. Është një plan real për të ulur taksat, një plan real për rinin, për punësimin dhe mundësi. Kjo fushat ka të bëjë pikërisht me këtë, udhëheqjen konservatore dhe të qëndrueshme të doktor Berishës përballë një socialisti të paqëndrueshëm që fshihet pas hijes së vet. Në kuadër të zgjedhjeve të 11 majit, opozita premton krijimin e një ministrie për familjen, përjashtimin e varfërisë ekstreme brenda 100 ditëve të qeverisjes dhe përgjysmimin e barrës së taksave për qytetarët.